Në qytetin e Borrelit këtë mërkur hapi dyert kampi veror për fëmijë Adventura 2026, i organizuar si çdo vit nga Kisha Ungjillore Borrel. Fëmijë nga mosha 7 deri në 13 vjeç u mblodhen në ambientet e kishës për të nisur këtë përvojë unike. Për ta, Aventura 2026 nuk është thjesht një kamp, është një hapësirë e sigurt ku të gjithë fëmijët mësojnë vlera që e mbajnë gjithë jetën, si dashuria, respekti, ndershmëria dhe shpresa. Këto mësime të bukura të thëna në gjuhën e tyre altermohen me konkurse zhvillimore dhe logjike që ndezin garën e shëndetshme. Nuk mungojnë për ta as lojrat që u mësojnë punën në grup edhe besimin te njëri tjetri. Këtë vit, kampi veror për fëmijë, Aventura 2026, ka edhe një risi të re, që ishte pjesë e shumë pritur për fëmijët, Pishina, ku do të organizohen lojra dhe do të përjetohet freskia. Në kampin Aventurat, fëmijët do të mësojnë se edhe dreka e ka shijen tjetër kur hahet e ndahet bashkë me të tjerët. Kampi Aventura 2026 vazhdon të jetë i hapur çdo ditë, deri më 20 qershor nga ora 8:30 e mëngjesit deri në orën 12:15 tek Kisha Ungjillore Borrel.